Në vijim të punës për sigurimin e informacioneve me qëllim kapjen dhe arrestimin e personave që qarkullojnë të armatosur apo mbajnë në banesë armë zjarri pa leje, shërbimet e sektorit të policisë rrugore në drejtorinë vendore të policisë Lezhë, në bashkëpunim me forcën e posaçme Shqiponia, bazuar në informacionet e siguruara për një të ri që qarkullonte i armatosur, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të kuduar aksi. Si rezultat i operacionit në aksin rrugor Lezhë-Shkodër, në fshatin Mab, shërbimet e policisë konstatuan një automjet tip BMW që dyshohej se utonte i riu i armatosur dhe ndaluan për të ushtruar kontroll. Gjatë kontrollit fizik të drejtuesit të automjetit dhe të çantës që mbante me vete, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armë zjarri pistolet me krehër dhe municion luftarak. Në vijim të veprimeve procedurale, në bashkëpunim me shërbimet e drejtorisë vendore të policisë Shkodër, ushtrua kontroll edhe në banesën e tij në lagjen Salo Halili në Shkodër, ku gjatë kontrollit shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një sasi të vogël lëndë narkotike e dyshuar kanabis. Në përfundim të veprimeve procedurale, u arrestua në flagrancë një shtetas 23 vjeç, banues në Shkodër për veprat penale, mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve, armë shpërthyese dhe i municionit dhe prodhimi dhe shitja narkotikëve.